Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në zyrën e tij me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, mes të cilëve dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Takimi vjen më njëherë pas publikimit të progres raportit të vitit 2025 për Shqipërinë, ku theksohen arritjet dhe sfidat në rrugën drejt antarësimit në Unionin Evropian. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama e cilësoi takimin si rutinor, vjetor, duke nënvizuar se diskutimet janë përqendruar tek rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian pas dorëzimit zyrtar të raportit nga Gonzato në institucionet kryesore të vendit. Komisionerja Europiane për Siri, Marta Kos, në prezantimin e raportit ka përmendur Shqipërinë dhe Malin e Zi si dy vendet më të avancuara në Ballkanit Perëndimor për shkak të progresit të dukshëm në reforma. Nota pozitive nga Brukseli vijnë në një kohë kur vendet e tjera të rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Kosova përballen me tensione të fqinjësisë që pengojnë përparimin e tyre drejt Unionit. Në raportin e këtij viti, drejtësia shqiptare dhe sidomos prokuroria e posaçme antikorrupsion vlerësohen për reformat e qëndrueshme dhe pavarësinë institucionale, ndërkohë pjesa politike e vendit është vlerësuar më kritikisht për shkak të mungesës së dialogut konstruktiv mes majorancës dhe opozitës dhe ndërhyrjes të qeverisë në pushtetin vendor gjatë verës së këtij viti. Raporti nënvizon gjithashtu nevojën për ndryshimet në kodin zgjedhor që do të mundsonin standarde më të larta në proceset elektorale dhe do të forconin besimin qytetar në institucione. Në përfundim të takimit, Rama përsëriti angazhimin e qeverisë për të vijuar me reformat që ofrojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ndërsa diplomatët e pranishëm e cilësuan progres raportin si një sinjal pozitiv për ecurinë e vendit në rrugën e integrimit. Ju njohim me zhvillimet politike ku do të sjellim informacionet kryesore që kanë shënuar skenën politike, por edhe reagimet e aktorëve politikë më të rëndësishëm në vend. Për herë të parë në historinë e marrëdhënieve dypalshe, qeveria shqiptare dhe ajo italiane do të zhvillojnë nesër në Rom një mbledhje të përbashkët zyrtare. Italia që ka mbajtur takime të ngjashme me vende të tjera të Bashkimit Evropian këtë herë, poziron bashkëpunimin dhe përtej kufive të BE-s, duke konsideruar Shqipërinë partnerin më të afërt dhe strategjik në rajon. Kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Romës i shoqëruar nga 10 ministra të kabinetit qeveritar për të marrë pjesë në tryezën e përbashkët me homologën italiane Giorgia Meloni. Takimi mes dy kryeministrave pritet të nisë në orën 11:40, ndërsa mbledhja plot me pjesëmarrjen e delegacioneve të dy vendeve do të zhvillohet rreth orës 12:30. Në orën 14 dy qeveritë do të nënshkruajnë disa marrëveshje të rëndësishme që pritet të thellojnë bashkëpunimin në fusha kyçe si mbrojtja dhe siguria, energjia, migracioni, mjedisi, zhvillimi ekonomik, infrastruktura dhe shëndetësia. Mediat italiane kanë bërë hong këtij takimi duke cilësuar si një hap të madh në forcimin e lidhjeve strategjike mes Tiranës dhe Romës. Sipas tyre, në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji moderne për forcat shqiptare, ndërsa parashikohet ngritja e një infrastrukture detare në Shqipërinë për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Në fushën e energjisë, bashkëpunimi do të zgjerohet në dy baza të marrëveshjes trepalshe të firmosur në Abu Dhabi me 15 janar 2025 mes Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje parashikon prodhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe krijimin e një lidhje ndërlidhëse nëndetëse që do të lidhë dy vendet për transferimin e energjisë së pastër. Një nga çështjet më të ndjeshme të diskutimit do të jetë ajo e migracionit. Sipas mediave italiane, do të ngrihet një grup i përbashkët pune për të forcuar kontrollin kufitar dhe aftësinë e patrullimit detar të Shqipërisë, si dhe për të luftuar trafikun dhe migracionin e parregullt në mesdhe. Në rendin e ditës pritet të trajtojnë gjithashtu nisma të përbashkëta në fushën e zhvillimit ekonomik, kujdesit shëndetësor dhe mbrojtjes së mjedisit. Kjo mbledhje e parë e përbashkët shënon një moment historik për marrëdhëniet shqiptaro-italiane, duke hapur një kapitull të ri bashkëpunimi strategjik që pritet të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin e rajonit dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Gjatë një dëgjese me banorët e njësisë 5, kryeministri Edi Rama foli për buxhetin e vitit 2026 dhe vendimet e marra për përmirësimin e mbështetjes ndaj pacientëve me kancer. Rama tha se jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën kanceri po përhapet me shpejtësi dhe rastet po shtohen çdo ditë. Ju keni ndjekur trajektoren e spitalit onkologjik dhe përpjekjet për ta politizuar këtë çështje, por realiteti është përtej të gjithave. Çdo i sëmurë me kancer në Republikën e Shqipërisë të konsiderohet njeriu ynë dhe të mbështetet si njeriu ynë, prandaj për herë të parë, por nëse fillon për herë të parë, do të vazhdojë çdo vit. Ne kemi përcaktuar një buxhet të veçantë për të mbuluar barnat për kancerin. Sot është koha kur nuk mundet më ta shtym për shkak të vështirësive për kancer. Problemi i barnave, i mbulimit
me barna të rimbursueshme të nevojës të pacientëve që kanë kancer. Pse? Sepse janë barna që kushtojnë. Ai tha se ka ardhur koha që të mos vonohet më mbulimi i barnave të rimbursueshme për pacientët me kancer, pasi ato janë të shtrenjta dhe të nevojshme. Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë botën, kanceri ka filluar të bëhet si grip, në kuptimin që rastet e shfaqjes kancerit po bëhen gjithmonë më të shpeshta. Dhe realisht nuk ka javë, se nganjëherë ndodh edhe 3 herë në javë, që unë mos marr një mesazh nga dikush që papritur në shtëpi i shfaqet në trupin e një të afërmi kancer. Juve keni ndjekur trajektoren e spitalit onkologjik nga larg, keni ndjekur ato që ndodhi përpara ca kohësh, ndiqni edhe përpjekjet e ulta që bëhen për të shfrytzuar edhe kancerin për politikë. Kryeministri nënvizoi se për herë të parë është përcaktuar një buxhet i veçantë i cili do të sigurojë mbulimin e barnave kundër kancerit çdo vit. Mund të duket si fantazi, por kjo është realiteti që ne po e ndërmarrim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti sot një konferencë për gazetarët ku komentoi ngjarjet e fundit në vend dhe njoftoi hapat e ardhshëm të opozitës. Ai u ndal tek atentati i ndodhur ditën e djeshme në zonën e Rinasit ku u vra Gilmando Dani dhe u plagos rënd Muçi Shaljani duke cilësuar ngjarjen si një incident me pasoja të rënda për sigurinë publike. Berisha deklaroi se ky është një ekzekutim publik në vendin më të mbrojtur ku patrullojnë disa njësi policore dhe speciale dhe autorët u larguan pa ndërhyrje nga policia. Është një ngjarje e cila u patronua kryekput nga shteti për llogari të bandave me lidhje më të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Vendi i ekzekutimit publik të tyre në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër. Është gjithsejt 100 metër nga rajoni i policisë Rinasit, është pak metra nga dalja e sallonit të VIP-ave. Atentatorët apo vrasësit, pasi shkrehen breshrit të shumta mbi makinën që e pristin të sigurt dhe i kishin zënë prit pikërisht aty që s'mund zije prit kur pa lejen e shtetit, dhe se Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri apo Muç Shaljani ishin lejtnant kryesor të ministrave të kabinetit të Ramaduros, Ervin Hoxhës dhe Blendi Gonxhës. Ata u ekzekutuan në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë. Ai komentoi gjithashtu tensionet brenda Partisë Socialiste. Lubi Balluku ka nxjerrë dhëmbë të kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Rams ja ka bërë të qartë që absolutisht për çdo gjë që mund të avancoj do jesh ti kurban para meje. Të kem fatin e gjyshit tim që u ekzekutua me firmën e babait tënd. Pra ja ka vu kufirin tek thana dhe ka dëshmuar se është e gatshme të fshi të gjitha miqësitë, të gjitha të shkuarën, në qoftë se Edi Rama guxon për një moment që për të shpëtuar veten të dorëzoj Lubit. Ai kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të ministres së Brendshme dhe të ministrit të Mbrojtjes. Do kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt, sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë në ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. Sa i përket aksionit opozitar, Berisha njoftoi se të hënën do të nisë parlamenti i qytetarëve para kryeministrisë. Kjo është vetëm faza e parë e një serie veprimesh dhe protestash që do të vijojnë në gjithë vendin. Dita e hënë do të jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Ramës, narkoshteti i tij
ose ndaj kësaj diktaturë narkoshtetit ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Gjatë pyetje përgjigjeve me gazetarët, Berisha sqaroi se platforma e parlamentit para kryeministrisë do të përfshijë deputet dhe qytetar. Ky njoftim vjen në një periudhë kur Partia Demokratike planifikon aktivitete të ndryshme në gjithë vendin, duke kombinuar takime me qytetarët dhe aksione në hapësirë publike për të bërë të njohur platformën dhe kërkesat e saj. Erion Veliaj aktualisht në paraburgim në Durrës kërkon që të lejohet një takim me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, të cilat do të vizitojnë Shqipërinë në datat 17 deri në 19 nëntor. Në dokumentin zyrtar që mban firmën e tij, Veliaj i kërkon SPAK-ut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve të miratojnë kërkesën për zhvillimin e takimit në ambientin e burgut ku ndodhet, duke theksuar rëndësinë e tij për garantimin e transparencës dhe respektimit të drejtave të njerëzit. Sipas kryebashkiakut të Tiranës, vizita e delegacionit të Këshillit të Evropës zhvillohet në kuadër të misionit të monitorimit për respektimin e parimeve të demokracisë vendore dhe qeverisjes së mirë në vendet anëtare të organizatës. Në këtë kuadër, Veliaj kërkon që përfaqësuesit ndërkombëtar të kenë mundësi të njihen nga afër me institucionet e tij ligjore dhe institucionale, si dhe me mënyrën se si po respektojnë të drejtat e tij si ndaluar dhe si funksionar publik. Qëllimi i këtij takimi është që të sigurojë transparencë, komunikim të drejtë për drejtë dhe informim të saktë mbi statusin tim ligjor dhe institucional si kryetari i Bashkisë së Tiranës në përputhje me nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit që garantojnë të drejtën për komunikim dhe përfaqësim. Sipas Veliaj, takimi me delegacionin do të ndihmonte në sqarimin e rrethanave ligjore të ndalimit të tij në mënyrën se si po trajtohen çështjet që lidhen me ushtrimin e detyrës së tij si kryetar bashkie, ndërkohë që proceset gjyqësore janë ende në zhvillim. Burime nga Këshilli i Evropës konfirmojnë se vizita në Shqipëri është pjesë e misioneve të rregullta të monitorimit për vlerësimin e demokracisë lokale dhe funksionimit të institucioneve vendore. Delegacioni do zhvillojë takime me përfaqësues të qeverisë, opozitës, institucioneve të pavarura dhe përfaqësues të pushtetit vendor përfshi Tiranën. Kjo kërkesë Veliajt, e cila vjen pas disa javësh tension institucional mes bashkisë dhe qeverisë qendrore, shihet si një përpjekje për të ruajtur komunikim me partnerët ndërkombëtar dhe për të siguruar një pasqyrim të drejtë të situatës së tij ligjore në raportet ndërkombëtare. Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Infrastrukturës dhe Burimeve Natyrore, debati u fokusua te projekt buxheti për vitin 2026. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila duhej të merrte pjesë, nuk ishte prezent dhe ja delegoi detyrën një vartësi të saj. Kjo gjë shkaktoi reagimin e opozitës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, kërkoi prezencën e Ballukut si kusht të domosdoshëm për miratimin e buxhetit. Vetëm në njërin prej tyre janë vjedhur 50 milion euro. Por ju, kjo mund mos jetë as e rënd, as e pa zakon. Për ne është shumë e rënd dhe jo e zakon. Prandaj ministra nuk ka pse sillet, siç sillet në fakt çdo njeri që shkel ligjin, që fshihet, po do duhet vi në komision dhe t'japi llogari si do t'i besoj ky kuvend këto projekte dhe këto fonde nga buxheti i shtetit, ku ne kemi një akuzë zyrtare ndaj ministres përgjithësi që vazhdon ushtroj detyrën që paratë që i ka dhënë kuvendi përmes buxhetit shtetit nuk dim ku kanë shkuar, nuk dim ku kanë përfunduar. Prandaj unë ju kërkoj në cilësinë tuaj si kryetare komisioni që të thrisni ministren për të prezantuar buxhetin. Nuk mund vi zëvendës ministra, me gjithë respektin që mund të kem unë për të, po ai shtoi se projekt buxheti ka një procedurë të veçantë se si kalohet në komisione dhe kërkon domosdoshmërisht prezencën e ministrit përgjegjës. Detyrimi sipas rregullorit është që projekt buxheti e mbron ministri. Është i vetmi rast ku rregulloria në mënyrë urdhërore ka përcaktuar se do duhet të jetë ministri, pra personi përgjegjës politik, sepse fondet nuk i jepen zëvendës ministra, nuk i përdorin zëvendës ministra. Fondet dhe politikën e ministrisë përkatëse dhe caktimit projekteve të investimeve është përgjegjësi politike e ministrit. Mbledhja vijoi me diskutime mbi fondet e propozuara për ministrinë, ndërsa prania e zëvendës kryeministres mbetet e diskutueshme. Do të ecim me informacionet që na vijnë nga aktualiteti, ku do t'ju pasqyrojmë ngjarjet më të rëndësishme në vend me fokus çështjen që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve.
Seanca paraprakes pak mbi akuzat ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 21 të tjerëve u zhvillua me dyer të mbyllura ku prokurori Altin Dumani prezantoi në gjykatë qëndrimet dhe kërkesën e institucioneve për të kaluar dosjen në gjykimin themelor. Në gati 540 faqe kërkesë, Dumani rënditi faktet penale dhe provat për secilin të akuzuar, duke përfshirë Veliajin për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët e tij, të cilët kërkuan kohë për të përgatitur kundër përgjigjet me shkrim dhe për të vendosur nëse do të kërkojnë pavlefshmëri ose papërdorshmëri të aktit të akuzës. Një pjesë e avokatëve kërkuan gjithashtu kohë për të konsultuar me klientët e tyre para se të shprehin pozicionin zyrtar. Në të njëjtën seancë ishte i pranishëm edhe biznesmeni Elman Abule, i cili kërkoi nga gjyqtarja parapraket Levadeda që ose të vendos pushimin e çështjes ose të aplikojë gjykim të shkurtuar. Seanca e radhës u caktua për datën 17 shtator, ndërsa mbetet ende e paqartë nëse pala mbrojtëse do të kërkojë pushim të çështjes ose kthim të akteve për hetim të mëtejshëm. Që nga data 3 nëntor, kur gjykata kushtetuese i riktheu si kryebashkiak të Tiranës, ekipi mbrojtës i Veliajt ende nuk ka dorëzuar kërkesën për ndryshim mase. Procesi sipas burimeve të brendshme pritet të finalizohet në ditët në vijim. Seanca e ardhshme dhe zhvillimet e mëtejshme do të jenë vendimtare për vijimin e hetimeve dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm në këtë dosje. Gjendja shëndetësore e agentit të AMP-s Mustafa Sheqeri mbetet kritike 2 ditë pas atentatit të rënd që tronditi zonën e Rinasit. Burimet zyrtare nga Spitali i Traumës bëjnë të ditur se 40 vjeçari ishte në reanimacion, intubuar dhe me kujdes intensiv pasi ka marrë 10 plag nga breshërit e plumbave mes tyre dhe 2 në kokë. Ngjarja ndodhi të martën rreth orës 14:20 kur automjeti tip Benzi bliduar me cilën udhëtonte Sheqeri dhe Gilmando Dani u qellua me breshëri automatik pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit. Dani, i njohur si krau i djathtë Emiliano Shullazit, humbi jetën në vend, ndërsa Sheqeri, që drejtonte mjetin, mbeti rënd i plagosur. Sipas hetimeve paraprake, autorët kanë përdorur një automjet tip Toyota me targa greke, nga i cili kanë qelluar nga afër me Kalashnikov, duke i lënë pak mundësi reagim viktimave. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se atentati është organizuar me saktësi, pasi autorët e kanë ndjekur makinën që nga momenti i largimit nga aeroporti, ndërsa kanë profituar nga trafiku i ngadalt për ta qelluar. Pas krimit, automjeti i autorëve u gjeti ndjekur plotësisht në fshatin Halil të Krujës, në një zonë të pyllëzuar pranë porrojit, ku policia gjeti 3 Kalashnikov dhe një pistolet që dyshohet se janë përdorur në ngjarje. Hetimet po zhvillohen në disa pista, ndër të cilat më kryesoret janë konfliktet e mundshme të viktimës Gilmando Dani dhe lidhjet që Sheqeri mund të ketë pasur përmes detyrës së tij në AMP. Një tjetër pistë që po verifikohet lidhet me udhëtimin e tyre të fundit në Barcelonë, ndërsa dyshohet se informacionet për lëvizjen e Danit mund të kenë rrjedhur nga një agjenci udhëtimi që mund të jenë përfshirë në mënyrë të tërthort në organizimin e atentatit. Policia e shtetit dhe prokuroria e posaçme kanë ngritur një grup të përbashkët hetimor për të zbardhur këtë atentat të mirë organizuar që ka rikthyer në vëmendje përplasjet e vjetra mes grupeve kriminale në kryeqytet. Ngjarja e rëndë ndodhur mesditën e së martës pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit ka tronditur jo vetëm opinionin publik, por edhe strukturat e rendit. Pas atentatit, ku mbeti plagosur rënd punonjësi e agjencisë së mbikëqyrjes policore, Mustafa Sheqeri, institucioni ku ai shërben, ka ndërmarrë masat të para administrative. Në një deklaratë zyrtare, AMP-ja ka njoftuar pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të strukturës së operacionale deri në sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Sipas njoftimit, ka nisur menjëherë verifikimet e brendshme për të shqyrtuar çdo procedurë administrative të ndjekur ndaj Sheqerit, si dhe mënyrën se si u krye rekrutimi i tij në shtator të këtij viti. Në këtë proces, AMP-ja po bashkëpunon ngushtë me policinë e shtetit dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë, Eduard Merker, ka urdhëruar pezullimin e komandantëve dhe prorëve të zinxhirit drejtues deri në përfundim të hetimeve, duke theksuar se qëllimi është garantimi i transparencës dhe integriteti institucional. Sheqeri, i njohur edhe me mbiemrin Shaliani, ishte në drejtimin e makinës luksoze Benz që u shëllua me më shumë se 100 pluma në atentatin mafios, ku humbi jetën Gilmando Dani, person i njohur si krau i djathtë Emiliano Shullazit. Ai ndodhet në gjendje kritike në reanimacion, intubuar dhe me 10 plag nga plumbat, 2 prej të cilëve në kokë. Edhe pse nuk rezulton me precedent penal, fakti që agenti i AMP-s ndodhi në shoqërinë e një personi me të kaluar kriminale ka ngritur pikpyetje serioze mbi kriteret e përzgjedhjes dhe integritetit profesional të tij. Kjo ka shtyrë drejtuesit e agjencisë të thellojnë hetimet për mënyrën e rekrutimit dhe kontrollin e figurës së punonjësve të rinj në sistemin e mbikëqyrjes policore. Ndërkohë, hetimet për atentatin po vijojnë në disa pista, përfshirë dhe mundësinë që ngjarja të lidhet me konflikte të mëparshme të Gilmando Danit. Do t'ju njohim me zhvillimet më të fundit që vijnë nga Kosova.
Në ditën e tretë të dëshmisë së tij në dhomat e specializuara të Hagës, ish ambasadori dhe diplomati amerikan Christopher Hill, i njohur për rolin e tij në negociatat për Kosovën gjatë viteve 90, ka dhënë detaje të reja mbi mënyrën se si Washingtoni e percepton ushtrinë çlirimtare të Kosovës në periudhën e luftës. Hill u pyet nga trupat gjykuese kush ishte përgjegjës për UÇK-n dhe kush e përfaqësonte atë në arenën ndërkombëtare. Ai pranon se në ATK SBA-ja nuk kishte një kontakt të vetëm dhe të konfirmuar me strukturën e UÇK-s, duke cilësuar këtë si një nga vështirësitë kryesore diplomatike. Sipas meje dhe në cilësinë time si delegatori posaçëm, unë kisha të qartë dhe të tjerët ma kishin bërë të qartë. Ai shtoi se amerikanët nuk e dinin as se kush i lëshonte komunikatat zyrtare të UÇK-s, në të cilat përmendeshin emrat e udhëheqësve të saj. Sipas tij, në atë periudhë çështja e pavarësisë së Kosovës ishte më shumë një slogan se sa një projekt politik konkret. Personat shpreheshin se e mbështesin idenë që Kosova të bëjë republikë njësoj si shtetet e tjera që ishin të shkëputur nga Jugoslavia, tha Hill, duke kujtuar frymën e kohës në qarqet shqiptare. I pyetur për drejtorinë politike të UÇK-s, diplomati amerikan u shpreh se kishte mësuar që Hashim Thaçi ishte pjesë e kësaj organizate, por nënvizoi se nuk kishte informacione që lidhen atë me shtabin e përgjithshëm ushtarak. Supozimi ynë ishte që shtabi i përgjithshëm ishte më shumë një organ ushtarak i përbërë nga komandant lokal që ishin bashkuar, ndërsa drejtoria politike merrej me kontakte ndërkombëtare dhe me botën e jashtme, shpjegoi ai. Procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit fijon në gjykatën speciale në Hag, ku të katërt po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë viteve 1998-1999, ku ishin pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë pjesë ju sjellim parashikimin e motit për ditën e nesërme për t'ju informuar ndaj kushteve atmosferike. Territori shqiptar për datën 13 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe temperaturat e larta për këtë periudhë. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell kalime të lehta vranësirash në Bregdetin perëndimor. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 nëntor do të jetë në orën 6:19, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 6 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 13 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të këndshme për stinën. Paraditja do të jetë me diell në gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare në disa zona të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 13 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 13 nëntor do të jetë në orën 6:17, ndërsa perëndimi në orën 16:22. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 6 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit që qëndruat me ne. Për më shumë lajme dhe zhvillime, ju mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime të njëpasnjëshme. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë miru takofshim.